Vim pak edhe tek dasma e vitit midis Gjesit dhe Eglit, prezenca jote si tu duk na trego pak. Dhe pse ishe me fustan të bardh Loredana? Si ishte atmosfera aty brenda dhe çfarë mendimi ke ti? Ishte lezetshme. Shumë e lezetshme. Jepi Lori zbrazo. Fustani ishte shumë nice. Me fustan të bardh. Ti dhe vjera Jennifer Lopez mund të vishë me fustan të bardh në dasmë. Ja, fiksun dhe ajo. Dasma ka qenë shumë e lezetshme. Na tregon një detaj që skapëm nga kamerat. Jo, faktikisht mund të them që pash Gjestin goxha të lumtur. Nuk kisha parë asnjëherë ashtu, nuk e di se që kishte i për një nur. Nuk e di ishte nga Afrika apo apo e dashurisë. Mendon që ka një dashuri të vërtet mes atyre dyve? Ka dhe s'ka. O Lori. Lori, mendon që je ndjer? Po edhe s'ka. Lori, mendon që në momente të caktuara mund të kesh qenë e keq kuptuar gjatë rrugtimit tënd? Ua, ajo ka qenë arma më e mirë që njerëzit të interpretonin, si të donin. Si të donin atë, jo bisha ka qenë për mua sa penges. Për shembull, muhabeti Bajram Curi s'kam vjetur një javë, se kisha frikë se ishte keq kuptuar ky muhabeti im që do të ishte memja. Ishte shumë big deal, Lori. Mos ma thoni sepse kam ngelur aq keq. Edhe më erë keq dhe që thash që nuk kam shkuar ndonjëherë dhe gjatja koha më keq, por unë kisha muhabeti krejtësisht ndryshe. Për mua ishte që në atë moment çfarë po bënte Jozi me Valbonën. Po i referohesh e pjesës së veriut apo traditave? Po përmendin burrneshat, burrat me 55 r. Edhe ajo që po bënin atë moment ata s'kishte lidhje. Edhe prandaj po thosha, shiko, burrnesha e burra janë barem curk. Kjo që po bëni ju, nuk është se ka shumë lidhje. Kaq ishte. E gjitha. Muhabeti Bajram Currit. Ja, mi se ka nga ata që Bajram Currin e kanë bërë këshillim Olti Currin, kështu që ka më keq. Jo, faktikisht kjo ka qenë gjitha, ka qenë thelbi i gjës. Nuk doja të brisja asnjë biles, ishte për të ngritur Bajram Currin, jo për ta ulur, sepse nga ty kanë dalë shumë burrnesha dhe shumë burra që unë dhe që jam lindur jashtë, jam rritur andej, prapë di që Bajram Curri mbahet për burrnesha dhe për burra. Është pjesa e traditave të veriut, po. Kam parë shumë dokumentar rreth asaj, nuk do doja kurrë të dilte sikur unë po e ulja asnjë në botë. Lori, na trego komentin që të ka bërë më shumë përshtypje nga njerëzit e thjeshtë që ke takuar në rrugë, që kanë ngelur në mendje. Çfarë të kanë thënë diçka? Po shikoj, faktikisht dije isha në rrugë, edhe doja të kaloja rrugën. Nuk e di mund ta them këtë, po jo të vijat e bardha. Sigurisht mund ta thuash. Si e bëre këtë krim. Të vi rend, të vi rend, vazhdoj. Okej. Edhe erdhi një burr moshatar më tha, asnjëherë ta bësh më ti këtë. E di kush je ti, ma bëri. Ti do shikosh, do ruash makinat 1-1, kur të shikosh mos të ketë asnjë makinë në rrugë, atëherë do kalosh rrugë. Ta të vi rend da. Ai të njohu apo? Po, nga që më njohu, po. Domethënë mos e vill veten tënde në rrezik se je bobe, më tha mua. Oh, nice. Edhe nga një burr moshatar më mbur zemra aq shumë. I moshuar. I moshuar. Se moshatar i bie pjeca aty. S'ka gjë. S'ka gjë. Gata të vazhdoj. Besoj e ke kuptuar dhe ke lezetin edhe. I bën dhe një çika stile. Jo, të betoj jam shumë spontane. Nuk e di po. Jo, më thoni vërtetën. Mu më duket shumë spontane, je shumë e lezetshme. Lor, si do ta përshkruaje gjithë eksperiencën apo lojën tënde apo strategjinë tënde, quaje si të duash, me shumë pak fjalë brenda shtëpisë? Kur rafsha mos u vrafsha. Po në fakt ka patur dhe momente që je vrar. Jam vrar.
më kanë prekur shumë situata, më kanë prekur. Por pastaj në cila pjesën time luati, sipas e filloja prapë të qeshja. Se kam këtë gjë që çaj apo më rëndon shumë, pastaj ja fusin mendje të lehtë dhe filloj të qeshi. Nuk dua asnjëherë që e kam që të ngarkohesh me negativitet. Strategji mendore kam këtë se s'dua asnjëherë që të më cënohet pastaj shëndeti mendor dhe psikologjia ime. Nuk dua të më brasi ai shumë. Pastaj aty brenda arri mendohesh shumë thellë gjës, edhe dia do më çonte më shumë për keq se sa për mirë. S'ka ato I vrarë me literalisht të pishina, për shembull, ke marrë veten nga pishina? Unë nuk u vrava shumë. Nuk e di pse më shpreh ajo pjesa, po më ka ngelur shumë qefi. Unë jam hedhur, do të thënë do idhesha. Po. Isha shumë afër asaj, po thashë diça ta lë fare. Rinajë, më mendoj këtë. Ta lë fare. Le të vrem tamam. Dhe kurash, unë po qeshja. Kur isha po duket sikur voçan. Duket sikur voçan, unë po qeshja. Atash si ato mamët. Atash do rritësh. Atash. Pastaj unë po prisa ta afroja, pa i kafsha, por rinte goxha larg. Edhe unë kështu me cep të sytë po prisja. Gjesti. Po prisja që ta afroj. Kur pastaj afroj një timas. Pidi nga zora unë dhe me vrap. Ha 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 ha. Ishte si një kampion olimpike për hedhje për së gjatin atë kështu. Keni pasur momente shumë të bukura në fakt brenda shtëpisë. Edhe besoj kjo do të ngelet një nga eksperiencat më interesante. Unë do doja që mos të mbaronte. Unë do isha gati edhe për 4 muaj të tjera, me thënë. Okej, do ta riprovoj edhe një herë nëse të jepet mundësia. Do të jemi një apurim gjatë lope. Do ta bëj edhe një Brazil, Kolumbi, Paraguay, Uruguay, më mirin telefon se më janë gati. Të rifutet edhe një herë. Lor, vërtet, më ka pëlqyer shumë. E ke shijuar si eksperiencë? Kishte më mirë. Ti besoj tani që ke dalë, ke parë të gjitha këto aludimet që mund të bënin njerëzit kur ti ishe kokë me Livian, që mund të ekzistonte mundësia që mund të bëjë një shkëmbim me Grande Fratello në Itali dhe njerëzit filluan. Edhe unë mendova këtë. Po aludonin dhe po shpresonin që ti ishe personazhi që do shkoje në Grande Fratello në Itali. Po ata e kanë një 7 muaj më duket Bigon. Kështu që pas ke qenë në rregull edhe nëse do ndodhte, domethënë. Unë kisha paramenduar që isha gati. Isha gati. Por e dija që do ishte nga fundi, sepse dija që kishte filluar që në shtator, tetor, Grande Fratello andej. Zvajta. Më ngelli pak, thash mos vajti ajo. Mos vajti Livia. E mendove? Jo, shiko, do kisha vajtur nëse do ishte për maksimum një javë, pastaj do kthehesha te Shqipëria ime. Te Shqipëria jote. Te Shqipëria jote dhe tek tu më shijoj më shumë. Pastaj ishte edhe momenti që fillova dhe të jepja gjeneratorit dhe bëre shumë mirë se na ke dhënë momente shumë pozitive gjatë qëndrimit tënd, por në fakt u largove në gjysmë finale. Ai kishe menduar ndonjëherë që do shkoje kaq gjatë? Livia më thoshte gjithmonë që ti e ke për shprehjen se kur flet italisht ka shumë lezet. Po. Por në fillim fare nuk e thosha italisht, por nuk i ktheja dot shqip. Edhe kjo të gjë Livia ma kuptonte. Po, se dhe ajo vjen nga Italia dhe Livia. Edhe më thoshte ty do të vesh te Grande Fratello Italia. Më thoshte vet. Si përfundim, shkoj si shkoj. Ishte më mirë këtu, besoj. Vajte deri në gjysmë finale, e kishe menduar që do zgjasje kaq shumë. Jam shumë e kënaqur, nuk e di. Vërtet jam aq shumë e kënaqur, nuk e keni iden. Nuk e keni iden. Po vësheu dhe vetëm që fakti që doli kjo ana ime, do ja kisha falur vetes kur që mos të kishte dalë kjo ana ime. Do kisha dalë në fillim për shembull. Kisha vajtur në Japoni, tjetër.